Korea e Veriut testoi këtë javë një kokë të re rakete balistike me bomba thërmuese dhe një armë të re elektromagnetike në një veprim që shihet si pjesë e përpjekjeve të Phenjanit për të shfaqur aftësinë e tij për një luftë moderne. Akademia e Shkencave të Mbrojtjes së Vendit dhe Administrata e Raketave kryen gjithashtu teste të bombave me fibra karboni dhe një sistemi raketash antiajrore me rreze të shkurtër veprimi, tha KCNA. Kim Jong-sik, një general që mbikëqyri testet, tha se sistemi i armëve elektromagnetike dhe bombat me fibra karboni ishin asete të veçanta për ushtrinë e Koresë së Veriut. Shefat e shtabit të përbashkët të Koresë së Jugut thanë të mërkurën se Phenjani kishte testuar raketa të shumta gjatë disa ditëve. Analistët gjithashtu i shohin testet si një shfaqje force të sistemeve të armëve konvencionale të përparuara të Veriut, të armatosur me armë bërthamore, përballë kundërshtarëve të tij, por edhe aleatëve. Pas specifikuar numrin e raketave balistike të lëshuara, një shkelje e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, Korea e Veriut tha se kishte testuar sistemin e saj të raketave antiajrore me rreze të shkurtër veprimi, si dhe aftësitë luftarake të kokës së saj taktike balistike.